Lejoni një herë të falenderoj edhe një pjesë tjetër të cilët sot nuk janë këtu, por e di që kena për krahjen e tyre. Të dashur qytetar, sot nuk janë këtu për të kërkuar besimin tuaj vetëm për veten time. Janë këtu për të kërkuar mbështetje edhe për kandidatin ton për kryetar, një njeri të përkushtuar dhe me vizion, i cili është i gatshëm të punojë për një komunë më të drejtë, më transparente dhe në shërbim të secilit qytetar, për një Rahovec siç e duam të gjithë. E unë ju premtoj që do të jem 5 herë më e fuqishme, duke ngritur çështje jo vetëm në sektorin e shëndetësisë, por edhe në arsim, do të jem zëri i fuqishëm i gruas, por mbi të gjitha do të jem zëri i fuqishëm i personave me nevoja të veçanta, të cilët meritojnë të drejta të barabarta. Një subjekt i vockël nuk meriton me udhëheq Rahovecin, sepse Rahoveci është më shumë se sa një subjekt i vockël. Vlorën, fillimisht, sepse është një grua e cila ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe shumë i nderuar e i respektuar kandidat për kryetar të Rahovecit, doktor i shkencave Ali Dula. Dhe unë kam shumë besim që bashkë me Ali Dulan ne do të bëjmë, do të shënojmë historinë Rahovec. Po Vlora ka qenë shumë këmbgulse. Shumë këmbgulse. Dhe jo vetëm për këtë pjesë, por përgjithësi për shëndetësi. Dhe unë kam besim që Vlora kam ju përfaqësu më së miri. Rahoveci ka histori, krenarie, e lavdije, i cili ka dhënë kombit e lirisë figura eminente. Është vend i njerëzve punëtor, e i prodhimeve shumë cilësore të cilat e kanë bërë të njohur në botë këtë qytet të bukur e bashkë me të edhe Kosovën. Sot, vetëvendosje ka ofruar si mundësi kandidatin për kryetar të komunës së Rahovecit, doktor, sociolog Ali Dulan. Nuk ka kuptim që krejt Kosova ose krejt Shqiptaria të na quaj njerëz ma punëtor e në anën tjetër të jemi komunë ma e pazhvilluar.